Përshëndetje nga Tirana. Ky është Universiteti Western Balkans, i cili ka mirëpritur student nga Shqipëria, nga rajoni, por dhe nga bota. Ky është rasti që ne të ndalemi te një nga studentët i cili ka ardhur nga Maqedonia e Veriut, Ermal Fezullahu, jo ai këngëtari, por studenti jon, i cili prej 2 vitesh është pjesë e Universitetit Western Balkans, do bëj bashkë me ne një tur të përgjithshëm në disa nga ambientet kryesore të universitetit, por mbi të gjitha, ajo që është shumë e rëndësishme, do të na tregojë përvojën e tij në universitet dhe jashtë dyerve të universitetit, në Tiranën e cila i mirëpret të gjithë. Për sa kushton ajo dhe si bëhet jeta këtu, do t'i dëgjojmë pak më vonë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ermal Fezullahu, siç më prezantoi edhe Genta, vi nga qyteti i Gostivarit në Maqedoninë e Veriut dhe jam shqiptar. Doa të di se si e gjendur ti në këtë universitet. A ka qenë brenda pritshmërive të tua apo si ka t'i kaluar? Ndodhe kjo? Në pikë të parë, dua t'ju falenderoj juve dhe gjithë stafin e universitetit që më ka mirëpritur, duke ardhur nga Maqedonia e Veriut, duke mos jetuar asnjëherë në Shqipëri, më ka pritur si në shtëpinë time. Pritshmëritë e mia këtu universiteti ka t'i kaluar që javën e parë kur jam futur këtu, dhe një nga arsyet ishte se më dha një erë Europe. Dhe Tirana si kryeqytet, edhe ky universitet me kushtet dhe ambientet që ofron, më ka dhënë një impresion të jashtëzakonshëm që nga java e parë. Ne jo më kote nisëm nga laboratori i shkencave kompjuterike dhe IT, në mos gaboj është dega që ti studion. Pse zgjodhe këtë degë, Ermal? Unë me të drejtën kam një fakt që dua t'u afroj të gjithëve, sidomos edhe profesorëve. Shkrimin dhe leximin e kam mësuar përmes kompjuterit. Që shumë rehat kur shoh kujdesin që më ofrojnë profesorët si dhe stafi universitetit. Ermal, përveç mësimit, që unë e di që është korrekt dhe oraret janë strikte, madje nganjëherë ju ankoheni, po besoj që mbas ca vitesh do jeni mirënjohës, dua të di se çfarë tjetër ofron universiteti në aspektin e kurrikulës. Pra, jo vetëm mësim, keni praktika? Kemi praktika dhe në aspektin e kurrikulës ishte një nga arsyet më të veçanta dhe kryesore më të forta që bëra përzgjedhjen, pasi që unë kam pasur plan që të iki në një universitet evropian. Pra këtu mund të cek edhe aplikimin që kam bërë për në Austri, ku isha i planuar, edhe pavarësisht asaj zgjodha Universitetin Western Balkans. Shumë e lumtur. Një nga arsyet ishte ofrimi i bursës normal që e fitova vetë, po edhe kurrikulën kur e krahasoja me universitetet më të larta europiane, thoja, ok, kjo ka sens. Super. Edhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur deri më tani. Kolegët të tu, jo vetëm në programet e shkencave kompjuterike, por në të gjitha programet që universiteti ofron, kanë mundësinë e shkëmbimeve arsimore, Erasmuse, exchange të ndryshme etj, por dhe mundësi punësimi. Ti ke patur këtë oferta? Këtë oferta i kam patur nga universiteti si mundësi punësimi, por kam edhe shok kolegë që i kanë shfrytzuar këto dhe tani momentalisht janë duke shfrytzuar internshipin. Unë për vete jam i punësuar si independent dhe si freelancer, të cilën e kam gjetur vetë dhe mund të them haptas se më ka ndihmuar shumë Universiteti Western Balkans si dhe titulli i bachelorit të shkencave kompjuterika dhe AI. Faktikisht jam i punësuar si freelancer për trajnim të modeleve të AI. Edhe ai titulli më ka ndihmuar shumë, si dhe background-i, eksperienca te kurrikula e universitetit, sidomos këtë vit të dytë. Pra patjetër që të ka dhënë një shtysë më të madhe mbështetja e profesorëve dhe praktikat që ju bënin në universitet. Patjetër që po. I keni nisur që në vitin e parë, mos gaboj. Që në vitin e parë kemi filluar me praktikat, si dhe mundësia që ofron universiteti që mund ta them hand in hand në gjuhën angleze, dorë për dorë, teori me praktik, ajo të ndihmon shumë. E vërtetë është. Sepse unë sa e di, jo çdo universitet e praktikon këtë, prandaj si një student mund të jetë i mbushur me teori, po pse nuk e ka praktikën. E vërtetë është, ka pasur shumë teoria zbatohet në praktike dhe këto e ofron universiteti që është shumë ndihmues. Patjetër si një